Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme që na mëson të ndajmë gëzimin dhe ushqimin së bashku. Dhe të jemi më të mirë me familjet dhe shokët e tanë. Ne të dëgjojmë shoqën tonë me kujdes dhe të mësojmë diçka të re së bashku. Pyetja është, pse është mirë të ftojmë dikën në iftar? Bismillahirrahmanirrahim. Falemderimi I takon Allahut për çdo mirësi. Paqja dhe bekimi I Allahut qoftë mbi Muhamedit alayhis salam. Kur ftojmë dikën në iftar, ne ndajmë ushqimin tonë dhe gëzimin me të tjerët. Nuk është vetëm ushqimi që ka vlerën, por edhe dashuria dhe respekti që tregojmë ndaj tjetrit. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam ka thënë se ai që ushqen një agjërues merr njëjtin sevap si ai që agjëron. Kjo do të thotë se çdo vepër të mirë që I bëjmë dikujt tjetër, Allahu e shikon dhe na shpërblen shumë fish. Duke ftuar familjar në iftar, ne ndajmë gëzimin dhe dashurinë duke krijuar lidhje më të forta. Mësojmë të jemi bujartë, mos mendojmë vetëm për veten, forcojmë lidhje familjare dhe shoqërore, sepse kur ham bashkë dhe lutemi për njëri tjetrin, zemrat tona afrohen. Gjithashtu, ftesa e iftarit na mëson se feja jonë është fe e bashkimit, respektit dhe dashurisë. Kur bëjmë vepra të tilla me zemër të mirë, Allahu I shikon dhe na afron më shumë me të. Falenderojmë zënësen Melek Dauti për këtë këshill të bukur. Miru pafshim në këshillën e radhës. Allah pranoftë agjërimin.